Konsideroj që është një lajm shumë i mirë për qytetarët e Kosovës, për dy arsye. Në radhë të parë, sepse është bërë një reformë, megjithëse e vonuar, në aspektin legislativ sa i përket implementimit të sigurimeve shëndetësore. Dhe në radhë të dytë, mendoj që është shumë e rëndësishme për faktin se tani qeveria e Kosovës dhe partia në pushtet nuk do ta ketë më një arsyetim për të vonu sigurimet shëndetësore, sepse deri tani janë arsyetuar se ligji i vjetër i cili ka qenë nga viti 2014 ka qenë i pazbatueshëm, tani nuk e kanë më këtë arsyetim, nuk e kanë më këtë argument dhe duhet t'i përfishën punës dhe të çojnë sigurimet shëndetësore deri të implementimit të cilat janë shumë të nevojshme dhe të domosdoshme për qytetarët e Kosovës. Sa i përket dilemave të opozitës, konsideroj që ato do duhet merreshin parasysh në mënyrë që ligji të kalonte të gjitha procedurat sipas rregulloreve të kuvendit dhe të mos krijohen mundësi të tjera për të shkuar ligji sërish në gjykatën kushtetuese dhe për të krijuar sërish vonesa në reformën legislative për sigurimet shëndetësore. Cilat janë sfidat